Ама тогашко питanje, moram da priznate, vidite da ja odgovaram na srpski, a ponekad ne bi bilo loše da i vi postavljate pitanje na albanski. Treba da budemo ravnopravni. Ja pričam srpski, zašto i vi da ne pričate albanski? I verujte mi, nije nikad kasno da naučite jedan drugi jezik. Mislim da mi kao ljudska bića nismo napravljeni da pričamo samo jedan jezik. Evo ja pričam na vaš maternji jezik. Përfundimisht Mitrovica po merr drejtimin e duhur dhe urat që kanë mision dhe janë sinonim i bashkimit, më në fund po marrin kohën dhe drejtimin e duhur. Mirë, po kjo është realizu fal angazhimit, përkushtimit dhe qëndrueshmërisë së kryeministrit Kurti, për çka unë dëshiroj që të falenderoj Mitrovicës, i ka dhuru Zoti shumë bukuri e begati, tashmë përfundimisht po merr një drejtim të ri edhe një pamje që e meriton qytetarët e Mitrovicës. Sot është një ditë e gëzuar për të gjithë qytetarët e Mitrovicës të dy brigjeve të lumit Ibër, edhe të pjesës veriore, edhe të pjesës jugore, për shkak se kanë fituar një urë moderne për këmbësor. Pas urës për automjete, do ta kenë edhe urën për këmbësor, në mënyrë që të rritet qarkullimi dhe të ketë sa më shumë mobilitet në Mitrovicë, në këtë qytet kaq të rëndësishëm për Republikën tonë.